Bibles if you have one this morning, Dua të merrni Biblat nëse keni një, or you can scan the code on the screen there ose mund të skanoni atë kodin and follow with us in the Bible this morning. dhe të na ndjekësh me neve në Bibël. Let's look in the book of Romans, chapter number 11, Le të shikojmë te libri i Romakëve kapitulli 11 and I pray that God is praised and magnified this morning. dhe lutem që Zoti t'i jepet lavdi dhe të zmadhohet këtë mëngjes. I'm so thankful to be able to preach. Jam shumë falenderues që mund të predikoj I love the book of Romans. dhe mua më pëlqen shumë libri i Romakëve It's one of my top 3 favorite books in all the Bible. dhe është një nga 3 librat e preferuara të mia të Biblës. I promise you this, Dhe ju premtoj këtë that if you take the book of Romans që nëse e merrni librin e Romakëve and you'll dedicate your life to reading a chapter of it every day, dhe dedikoni jetën tuaj të lexoni një kapitull çdo ditë, anytime that you ever hear of a false doctrine, çdo herë që dëgjon për një doktrinë të reme, it can be proved wrong throughout the book of Romans. mund të ta nxjini gabim me librin e And Romakëve. the second you hear something strange, Edhe në ato moment që dëgjon diçka të çuditshme, you'll know it's strange because God will tell it to you do e dini që është e çuditshme sepse do t'i thotë Zoti, because you've been studying the book of Romans. sepse keni studiuar librin e Romakëve. I'm very thankful for this book. E jam shumë falenderues për këtë libër. All right, let's look at a few verses this morning. Le të shikojmë disa vargje këtu mëngjes. Romans chapter number 11, Romakëve kapitulli 11, starting in verse number 33. fillojmë tek vargu 33. The Bible says, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out." O thellësia e pasurive të urtësisë dhe të njohurisë së Perëndisë, sa të paulumtueshme janë gjykimet e tij dhe sa përtej zbulimit janë udhët e tij. Paul said here, Pali tha këtu, he's so good, ai është aq i mirë, I can't even describe it to you. unë nuk ja përshkruaj dot. He's so good Dhe ai është aq i mirë that all the goodness has just overwhelmed me, që e tërë mirësia më ka tejkaluar mua and it's unsearchable. dhe nuk e ulumton dot. Verse 34. Vargu 34. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor? Se kush e ka njohur mendjen e Zotit ose kush ka qenë këshilltari i tij. That's convicting. Kjo është ndërgjegjëse. Who is going to tell the Lord what is better for us? Kush do i thoshte Zotit çfarë është më mirë për ne? Who is going to tell the Lord what we should or should not do? Kush do i thoshte Zotit çfarë ose çfarë nuk duhet të bëjmë? Who is going to tell the Lord what he should or should not do? Kush do i thoshte Zotit çfarë ai nuk duhet të bënte? Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? Ose kush i ka paradhën Zotit që t'i shpaguet atij përsëri? Pay close attention to this verse. Dhe dëgjoni me vëmendje këtë varg. For of him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. Sepse prej tij dhe nëpërmjet tij dhe për të janë të gjitha, të cilit I qoftë lavdi për jetë. Amen. I want to preach on this subject for a few moments. Dua të predikoj në këtë temë për disa minuta. To God be the glory. Perëndis I qoftë lavdia. What amazing scripture that we've read this morning. Çfarë shkrime të mrekullueshme që kemi lexuar këtë mëngjes. Now, if you've studied the book of Romans, Tani nëse e keni studiuar librin e Romakëve, Paul has just finished 11 chapters Pali sapo kishte përfunduar 11 kapituj of some of the deepest doctrines in all the Bible. nga disa nga doktrinat më të thella në tërë Biblën. He has given the doctrine of sin, Ai ka dhënë doktrinën e mëkatit and how that every person that has ever been born dhe si çdo njeri që ka lindur is born a sinner. është lindur mëkatar. He's told us that the wages of sin is death. Dhe na ka thënë që paga e mëkatit është vdekja, But thank God, he says the gift of God is eternal life por faleminderit Zotit që thotë që dhurata e Zotit është jeta e përjetshme through Jesus Christ. nëpërmjet Jezu Krishtit. He's given us the doctrine of sanctification. Dhe na ka dhënë doktrinën e mirësisë. All right? He's given us security in our salvation Na ka dhënë siguri në shpëtimin ton and many other things. dhe shumë gjëra të tjera. And after writing all of these things, Dhe pasi kishte shkruar të tëra këto gjëra, he comes to the end of it.
vinë në fund të kësaj and he just cannot contain himself. dhe thjesht nuk e përmban dot më veten There's something inside of him that just wants to explode. dhe ka diçka për brenda e tij që do të shpërthej. And he does. Dhe ai shpërthen. He explodes with praise. Ai shpërthen me lavdërime He cannot keep silent. sepse nuk mund të mbajë më heshtjen. The mountain of truth that he has just climbed Dhe mali të vërtetës që ai sapo ka ngjitur is so high është kaq i lartë that he throws the pen down. që ai e hedh penën poshtë And he says in the first verse, dhe thot në vargun e parë, he says, "Oh, the depth." ai thot o thellësia. Can I tell you this morning A mund ju them këtu mëngjes that when you really get a look at the Savior që kur me të vërtet shikon një pamje të shpëtimtarit and who he is dhe kush ai është and all that he's done dhe të tëra që ai ka bërë in your life, në jetën tuaj, that you will not walk away unmoved. që ju nuk do të ecni më të palëvizur. You'll either fall on your face Ju ose do të bini me fytyrën tuaj, or you'll shout to the air with both hands raised. ose do t'i bërtisni ajrit me të dyja duart të ngritura. And you'll shout, "To him be the glory forever." Dhe do të thoni që lavdia të jetë atij për gjithmonë. Where would you be without Jesus Christ? Ku do të ishe ti pa Jezu Krishtin? What would you have without Jesus Dhe Christ? çfarë do të kishe ti pa Jezu I Krishtin? can tell you exactly where I would be. Mund t'ju them unë se ku do isha unë. I'd be in hell for all of eternity. Do të isha në ferë për gjithmonë. I was lost in my sins and my own pride. Dhe unë isha I humbur në mëkatin tim dhe në krenarin time, In my own eyes, I was invincible. dhe në sytë e mi unë isha I pamundur. But one day, Jesus passed by my way. Por një ditë Jezus I kaloi rrugën time I came to a church, dhe shkova në një kish and I was looking for everything other than Jesus. dhe po kërkoja çdo gjë tjetër përveç Jezusit. I didn't know who Jesus was. Dhe unë nuk e dija se kush ishte Jezusi. Jesus was only a name Jezusi thjesht ishte një emër that my family used when they were mad at something. që familja ime përdorte kur ishin të inatosur. I didn't know anything about God himself, Dhe unë nuk dija asgjë për vetë Zotin, except for all the bad things my family said about him. vetëm përveç gjërave të këqija që thoshte familja ime për Zotin. I came to church Dhe shkova në kish looking for what I could get out of it. duke kërkuar për atë që unë mund të përfitoja. But Jesus came by that day Por Jezusi më erdhi atë ditë looking to who he could get out of it. të kërkonte për atë që ai mund të merrte, And he found me. dhe ai më gjeti mua. I was not looking for him, Dhe unë s'po kërkoja për atë, but he was looking for me. por ai po kërkonte për mua. And he told me that he loved me. Dhe ai më tha që më deshte He told me that I could be saved. dhe më tha që unë mund të shpëtohesh. And down to the altar I went. Dhe kur shkova tek altari And I bowed my head and I trusted Christ as my Savior. dhe ola kokën mbylla syt I besova Krishtit, I had never had someone tell me that they loved me like that before. kur nuk kisha dikë që të më thoshte që më deshin në atë mënyrë. I didn't know how to take it. Dhe unë nuk e dija si ta merja I was overwhelmed dhe isha I mi tekaluar of what just happened to me. për atë që çfarë më ndodhi. Now I can look back and think about what Paul said. Tani mund të shikoj se çfarë thot Pali. When I got saved, Kur unë u shpëtova, it was like my soul said, "Oh, the depth." është si kur shpirti im tha, o thellësia, I didn't understand it all. dhe unë nuk I kuptoja të tëra, I didn't know all the doctrines of the Bible. dhe unë nuk I dija të tëra doktrinat e In Biblës, fact, I didn't know one doctrine of the Bible. dhe në fakt unë nuk dija asnjë doktrinë. I just knew that a preacher stood up Unë thjesht di që një predikues që ndroi and he atje took that living word dhe mori atë fjalën e gjallë and he preached with fire from the scriptures. dhe predikoi me zjarr nga shkrimet, And even though I didn't understand it all, edhe pse unë nuk I kuptova të tëra, I believed every word that he said. unë besoja çdo fjalë që ai thoshte. I was 18 years old. Dhe isha 18 vjeç It was not the preacher that changed me. dhe nuk ishte predikuesi që më ndryshoi, It was not the church that changed me. dhe nuk ishte kisha që më ndryshoi, It was not the people in the church that changed me. dhe nuk ishin njerëzit në kishë që më ndryshuan, It was the Lord Jesus Christ that changed me. por ishte vetë Zoti Jezu Krisht që më ndryshoi, It was a change that I did not deserve. dhe ishte një ndryshim që unë nuk meritoja, It was a salvation that I could not and did not earn. dhe ishte një shpëtim që unë nuk e meritova. I was the worst of the worst. Dhe unë isha I keqi të keqve, But thank God I was saved by the best of the best. por falemnderit Zotit që shpëtova nga I miri më të mirëve. Explain that to me. Dhe ma shpjegoni mua juve, I cannot explain it to you other than he loved me.
Dhe unë nuk mund ja shpjegoj përveç se të them që ai më deshte. He loved me so much that he died for me. Ai më deshte ai shumë sa që vdiq për mua He gave me everything dhe ai më dha gjithçka when I had nothing to offer to him. kur unë nuk kisha asgjë për t'i dhënë atij. So I gave him my heart. Kështu që unë i dhash zemrën It's time, the only thing I had. gjëja vetme që kisha And I asked him to save me. dhe pyeta që të më shpëtonte. And do you know what happened? Dhe di se çfarë ndodhi? He did exactly what he said he would do. Ai bëri eksaktësisht atë që thashë do bëne God is not a liar. dhe Zoti nuk është një gënjeshtar. God cannot lie. Dhe Zoti nuk gënjen. And I'm standing in front of you today, 20 years later, Dhe po qëndroj para jush 20 vite më vonë, saved. i shpëtuar Everything I am is because of him. dhe çdo gjë që unë jam është për shkak të atij. I didn't grow up in church. Dhe unë nuk u rita në kish I was not taught these things as a child. dhe mua nuk më mësuan këto gjëra si një fëmijë. The only thing I knew was what a bar was. E vetmja gjë që dija unë ishte lokali, It's where I grew up. aty u rita unë, I knew how to fight. unë dija si të I zjesha knew how to cheat people. dhe dija si të mashtroja njerëzit, I knew how to lie. unë dija si të I gënjeja, knew how to steal. unë dija si të vidhja It was all I knew. dhe ishte vetmja gjë që unë dija. That was my life. Ky ishte jeta ime, But the Lord changed it all. por Zoti e ndryshoi të tërën He changed everything about me. dhe ai ndryshoi çdo gjë për mua Everything I am today is because of Him. dhe çdo gjë që unë jam sot është për shkak të atij. Everything I have today is because of His hand. Dhe çdo gjë që kam unë sot është për shkak të dorës së tij. I don't have a lot of money. Dhe unë s'kam shumë para, Who has a lot of money? po kush ka shumë para? And you may hear me say that this morning. Dhe më dëgjoni mua që e them unë këtë mëngjes, And I know what you're thinking. I've lived here long enough. dhe unë e di se çfarë mendon ju, kam jetuar këtu gjatë. He's American. He has money. Ai është amerikan, i ka parat. You come sit with me one day and calculate my bills with me. Hajde uluni një ditë me mua dhe llogaritini çka ato lekët e mia And you'll see how much money I have. dhe do e shikoni se sa lek kam unë. And many times I look at the bills Dhe shumë herë kur shikoj ato parat and I don't have enough money to pay the bills. dhe s'kam mjaftueshëm para që t'i paguaj këto taksa, But do you know what happens? por e di se çfarë ndodh? It all comes from His hand. Çdo gjë vjen nga dora e tij It's all through Him. dhe është nëpërmjet tij. This isn't about money. Dhe kjo nuk ka të bëjë me para Look fare. at the family that He's given me. Shikoni familjen që më ka dhënë mua. Half of them are downstairs, half of them are up here. Gjysma prej tyre janë poshtë, gjysma lart, But I'm blessed this morning. por jam i bekuar këtu mëngjes. Look at the family and the church that He's given me. Shikoni familjen dhe kishën që më ka dhënë. I'm sorry, I'm just preaching the message before I preach the message. Dhe më fani që predikova mesazhin përpara sa të predikoja mesazhin. I was at the clinic this week. Isha te klinika këtë javë I can't tell you how many times when I greeted the people, dhe nuk mund t'i them që sa herë kur takova njerëzit, they asked me, "Do you like Albania?" më pyesin a të pëlqen Shqipëria. And I said, "I love Albania." Dhe unë i thashë dua shumë And they Shqipërinë. said, "Why do you love Albania?" Dhe ata thanë po ti pse do Shqipërinë? I said, "Because God loves Albania." Dhe unë i thash sepse Zoti e do Shqipërinë. And I get to meet people like you. Dhe unë mund të takoj njerëz si ty Many people have been trying their entire life to leave here, dhe shumë herë njerëzit kanë përpjekur të ikin nga ky vend, but they've never taken enough time just to enjoy where God's put them. por ku nuk kanë marrë mjaftueshëm kohë të shijojnë atë vend që ju ka dhënë Zoti Almost everyone in this room, dhe të tërë pothuajse të tërë në këtë dhomë. I know most of you pretty well. Edhe ju njoh shumë prej juve shumë mirë. Most of you have the capability to leave Albania if you wanted. Shumë prej jush e kanë aftësinë që të ikin nga Shqipëria nëse deshin, But God has you here. por Zoti ju ka këtu. Have you ever thought for a moment A keni menduar për një moment that maybe God wants you here që ndoshta Zoti ju do këtu instead of reaching for something that God does not want for you? në vend që të arrini për diçka që Zoti nuk do prej jush? Just enjoy what God does want for you. Thjesht shijo atë që Zoti do për ju. What I'm trying to say is it's from His hand. Çfarë po përpiqem të them është që prej dorës së tij. So this morning is a morning of praise. Kështu që ky mëngjes është një mëngjes lavdërimi. To Him are all things. Për të janë të tëra gjërat. I thank God for who He is and what He's done. Dhe faleminderit Zotit për atë që ai është dhe për ato që ka bërë. If you cannot find something to be happy about by the end of this service, Dhe nëse nuk gjeni dot një gjë për të gëzuar në fund të kësaj shërbese, then I have bad news for you. atëherë kam lajme të këqija për ju. You don't know the God that I know. Ju nuk njihni Zotin që njoh unë. Why? Pse? Because there are some reasons this morning Sepse ka disa arsye këtë mëngjes that every child of God should give Him glory forever. që çdo fëmijë perëndis duhet t'i japi lavdërim atij për gjithmonë. And all of them are found in verse number 36. Dhe të tëra ato gjen te vargu 36. The Bible says here, of Him, through Him, and to Him.
Dhe Bibla thot këtu prej ti, nëpërmjet ti dhe për të. are all things. Janë të gjitha gjëra. I want you to see first this morning. Dua të shikoni së pari, All things are of Him. sepse prej ti janë të tëra gjërat. We're going to read verse 36 a lot. Do lexojmë Markun 36 shumë herë. The Bible says, "For of Him and through Him and to Him are all things. To Him, to whom be glory forever. Amen." Sepse prej ti dhe nëpërmjet ti dhe për të janë të gjitha, të cilit I qoftë lavdi për jetë. Amen. Lift up your eyes this morning Dhe ngrini sytë tuaj and you can look around. dhe mund të shikoni përreth Every mountain and every sea, çdo mal dhe çdo det every star and every drop of rain, dhe çdo yll edhe çdo shi it's all of Him. është e tëra e ti The breath in your lungs that you just took, dhe fryma që sapo more në mushkrinë tënde the beating of your heart, dhe rajet e zemrës tënde it's all of Him. janë të tëra të ti. Every good thing that you've ever tasted, Dhe çdo gjë që ti ke shijuar, I like that point a lot. më pëlqen shumë kjo pikë. I have tasted a lot of tasty things. Kam shijuar shumë gjëra të shijshme Everything that you've ever tasted that's been good, dhe çdo gjë që ti ke shijuar që ka qenë e mirë every piece of kindness that someone has shown to you, dhe çdo mirësi që dikush ju ka dhënë juve every blessing that you've ever received, dhe çdo bekim që të është ofruar it's all of Him. kanë qenë të tëra të ti. He's the source of creation. Ai është burimi I krijesës He is the fountain. dhe ai është burimi He is the beginning. dhe ai është fillimi. Nothing exists that did not come from the mind and the will and the Word of God. Dhe nuk ka asgjë që ekziston që nuk erdhi nga mendja dhe nga dëshira e Zotit. Before there was anything, Përpara se të kishte ndonjë gjë, He was. ai ishte ai. He needed nothing. Ati nuk I duhej asgjë He lacked nothing. dhe ati nuk I mungonte asgjë. He is God. Dhe ai është Zoti He's full of glory. dhe ai është plot lavdi He's self-sufficient. dhe ai mund të furnizohet And vetë out of His own pleasure, dhe jashtë dëshirave të tia He spoke, ai foli and the worlds leaped into existence. edhe bota erdhi në ekzistencë. There's a verse in the Bible, I can't quote it for you exactly. Dhe është një varg në Bibël, nuk mund ta gjej tani, I remember it and I like it. e kujtoj dhe më pëlqen. It talks about God creating the earth and the heavens. Flet për Zotin që krijon tokën dhe qiejt And then it says, oh, and He created the stars also. dhe thot që krijoi edhe yjet gjithashtu. That's a pretty big thing to create. Kjo është diçka tepër e madhe për të krijuar. And the Bible says, oh, He created them also. Dhe Bibla thot e krijoi, That's because we have a big God. sepse ne kemi një Zot të madh. We have a big, He has a big hand. Dhe ai ka një dorë të madhe God said, let there be light. dhe Zoti tha le të ketë dritë. Do you know what the next phrase says in the Bible? Dhe di se çfarë thot fraza tjetër, And there was light. dhe atje kishte dritë. Of Him are all things. Dhe prej ti janë të tëra gjërat. The same voice that spoke life into the world E njëjti zë që solli jetën në botë is the same voice that spoke life into your soul. është i njëjti zë që e vuri jetën në shpirtin tuaj. He's the source of your salvation. Dhe ai është burimi I shpëtimit tuaj. That fountain of living water. Dhe ky burim I ujit të gjallë, You did not go looking for Him. ti nuk shkove të kërkoje atë, He came looking for you. erdhi ai dhe kërkoi për ty. You did not choose Him. Dhe ti nuk e zgjodhe atë, He first chose you. ai të zgjodhi ty së pari. You did not love Him first. Dhe ti nuk e deshe I pari. The Bible says that we love Him because He first loved us. Bibla thot ne duam atë sepse ai na deshi I pari. Your new birth is of Him. Dhe lindja juaj e re është prej ti The faith in your heart is of Him. dhe besimi në zemrën tuaj është prej ti. That desire that you should have in your heart to please Him Dhe kjo dëshirë që keni në zemrën tuaj për ta kënaqur atë is of Him. është prej ti. You contributed nothing to your salvation. Dhe ti nuk dhe asgjë për shpëtimin tuaj. Quit measuring your worth by what you think you've produced Dhe bolle matët vlerësimin tuaj nga ajo që mendoni që keni prodhuar and start glorifying God that produced salvation in your soul. dhe filloni të lavdëroni Zotin që e prodhoi shpëtimin në zemrën tuaj. Every breath that we take this morning Dhe çdo frymarrje që ne marrim sot is a borrowed breath. është një frymarrje e marrë nga Zoti Every gift you have is a given gift. dhe çdo dhuratë që marrim është një dhuratë e dhënë. And we all need to bow our heads this morning Dhe të tërë duhet të ulim kokën këtë mëngjes and say, Lord, this all came for you. dhe të themi që Zot e tëra kjo erdhi prej ty. To God be the glory. Perëndis I qoftë lavdia. Don't take credit for what did not come from you. Dhe mos e merrni lavdërimin për atë që nuk erdhi nga ju. Give the Lord the glory. Jep janë Zotit lavdërimin. You
may be here this morning, Dhe mund jeni këtu mëngjes, maybe you're lost, dhe ndoshta jeni të humbur, and maybe you've thought to yourself, dhe ndoshta keni menduar me veten tuaj, what is the pastor so excited about? për çfarë është kaq i gëzuar pastori? I know it's hard to figure it out, E di që është e vështirë për ta kuptuar, but I'm excited because I'll never see the halls of hell. por jam I gëzuar sepse kur nuk do të shoh korridorin e ferit, I'll never feel the flames from that tormented place. dhe kur nuk do të ndjej flakët e atij vendi të torturuar, I'm excited that the Lord is my source. dhe jam I gëzuar që Zoti është burimi im, All things are of Him. dhe të tëra gjërat janë prej Tij. Next, I want you to see that all things are through Him. Dhe dua të shikoni së dyti që nëpërmjet Tij janë të gjitha I know gjërat. this is a very theological sermon this morning. E di që ky është një shërbes shumë teologjike But sot. verse 36 Vargu 36. says, For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sepse prej Tij dhe nëpërmjet Tij dhe për të janë të gjitha, të cilit I qoftë lavdi për jetë. Amen. Can I tell you this morning that God sustains everything that we know? A mund t'ju them këtë mëngjes që Zoti përmban çdo gjë që ne dim? God did not just create all things in us and just walk away. Ai nuk thjesht krijoi të tëra gjërat edhe neve dhe thjesht u largua. God is not some inventor or philosopher. Dhe Zoti nuk është një filozof ose një shpikës, God sustains everything. por Zoti edhe I konservon ato gjëra. The only reason that the sun is still shining Dhe e vetmi arsye që dielli akoma jep dritë is because God told it to shine. është sepse Zoti tha që të jepte dritë. The only reason that your heart is still beating E vetmi arsye pse zemra juaj po bën raje is because God came over and spoke to it and said, keep ticking. është sepse Zoti erdhi dhe I foli zemrës dhe I tha që të vazhdonte. God is holding it all together. Dhe Zoti po I mban të gjitha gjërat së bashku. The Bible says in Hebrews chapter number 1, Dhe Bibla thotë te Hebrejve 1, who being the brightness of His glory and express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. I cili duke qenë shkëlqimi I lavdisë së Tij dhe shëmbullimi I skalitur I personit të Tij dhe duke majtur lart gjithçka në fjalën e fuqisë së Tij, pasi pastroi mëkatet tona me anë të vërtetës, ai u ul përbrit dorës së djathtë të madhërisë në lartësi. What you have this morning is a powerful word. Dhe çfarë keni këtë mëngjes është një fjalë shumë e I fuqishme. know I highlighted the part about the powerful word, Dhe e di që e bëra me ngjyra të pjesën për fjalën e Tij, but for some reason I skipped the part in my study about the part Him purging our sins. por për një arsye në studimin tim nuk e vëra me ngjyra të pjesën ku ai pastroi mëkatet tona. So I want to take a side step for just a second. Kështu që dua të marr një hap anas edhe dua të them, The Bible says there that He purged our sins by Himself. Bibla thotë që ai pastroi mëkatet tona me anë të vetvetes së Tij, You did not add to your salvation. dhe ti nuk I shtove gjë shpëtimit tënd, There was nobody else that could save you. dhe nuk ishte asnjë tjetër që mund të shpëtonte, There was nobody, there was no possibility that anybody could save you. dhe nuk ishte asnjë mundësi që dikush tjetër t'ju shpëtonte, There was nobody that could climb on a cross and die for your sins. dhe nuk ishte asnjë tjetër që mund të ngjiste atë kryqin dhe të vdiste për mëkatin tuaj, Because every man is born a sinner. sepse çdo njeri është lindur mëkatar. But Jesus is different. Por Jezusi është ndryshe. Jesus was born perfect. Jezusi ishte lindur I përsosur. Jesus was born without sin. Ai ishte lindur pa mëkat, He was born of a virgin, ishte lindur nga një virgjin, born of God, I lindur prej Zotit, without sin running through his veins. pa mëkat në venën e Tij. The Bible says that sin came into the world Bibla thotë që mëkati erdhi në botë because Adam fell in the garden. sepse Adami ra tek kopshti And every man that has ever been born dhe çdo njeri që është lindur më pas is born a sinner. është lindur një mëkatar. But God was not born of man. Por Zoti nuk ishte lindur prej njeriut, He was born of the Spirit, ai ishte lindur prej frymës, from a virgin. nga një virgjin And he was born without sin. dhe ishte lindur pa mëkat. And someone that could pay the debt of our sin. Dhe dikush që mund të paguante pagesën për mëkatin ton, As someone that had to have no debt. është dikush që nuk duhet të ketë asnjë borxh. And that was God. Dhe ky ishte Zoti. Thank God for Jesus Christ. Faleminderit Zotit për Jezu Krisht. We have a powerful word. Kemi një fjalë të
fuqishme And he holds all things up by the word of his power. dhe ai mban të tëra gjërat me fjalën e fuqisë së tij. All things. Të gjithçka. We have a God who does a lot with all things. Dhe kemi një Zot që bën shumë gjëra me gjithçka. And he's holding it all together. Dhe ai po I mban të tëra së bashku. The Bible also says in the book of Colossians chapter 1, Bibla thot edhe te Kolosianëve 1:17, he is before all things and by him all things consist. dhe ai është përpara të gjitha gjërave dhe me anë të tij përmbajnë të gjitha gjërat. He holds all things together. Ai mban të gjitha gjërat së bashku. If God were to let go for half a second, Dhe nëse Zoti nuk do t'i mbante edhe për një gjysmë sekonde, everything we know would cease to exist. çdo gjë që ne njohim nuk do të ekzistonte më. The stars would go dark. Edhe yjet nuk do të ndriçonin më, The seas would disappear. dhe detet do të thashin, Your heart would melt. edhe zemra juaj do të shkrinte. But he does not let go. Por ai nuk pushon së mbajturit. He's the director of everything that continues. Dhe ai është drejtuesi I gjithçkaje që vazhdon. Through him your salvation came. Nëpërmjet tij erdhi shpëtimi juaj. Through the cross and the blood and through the broken body of Jesus Christ. Nëpërmjet kryqit dhe trupit të thyer të Jezu Krishtit, The road from earth to heaven na udha na toka në parajs runs through Jesus Christ. vazhdon nëpërmjet Jezu Krishtit. By the way, there is no other road. Dhe nuk ka asnjë udhë tjetër. He is what is also great Dhe është ai që është I madh and wonderful dhe është I mrekullueshëm and glorious. dhe I lavdishëm. Through him you've been kept safe. Dhe nëpërmjet tij ju jeni mbajtur të sigurt. You did not save yourself Dhe ti nuk shpëtove veten tënde and you could not keep yourself. dhe nuk mund ta mbaje veten tënde. You and I, most of the time, Unë dhe ti shumë prej herëve will lose our car keys. do harrojmë çelësat tona. How are we supposed to keep our salvation? Si mund ta mbajmë ne shpëtimin ton? I thank God that I do not keep my salvation. Falenderoj Zotin që se mbaj unë dot shpëtimin tim. He keeps it. Ai e mban Through his own power and his own spirit. nëpërmjet fuqisë së tij dhe shpirtit të tij. You are kept. Ju jeni të mbajtur Your life has been ordered. dhe jeta juaj është urdhëruar. It was him this morning that came where you were. Ishte ai këtë mëngjes që erdhi aty ku jeni And he spoke to your heart. dhe foli zemrës tuaj And he said, it's time to get up. dhe ai tha që është koha të zgjohesh. He told your heart that it's time to beat one more time. Dhe ai ishte ai që I tha zemrës tuaj që duhet të raj edhe një herë. It was him that helped you through the difficult time in your life. Është ai që ju ndihmoi në kohët e vështira në jetën tuaj. It was through him that opened that door in your life. Është ai që hapi atë derë në jetën tuaj. That prayer that you saw answered. Ajo lutje që pat që përgjigj It was through him. ishte nëpërmjet tij. It's him that sustains your life. Dhe është ai që e konservon jetën tuaj. What in the world are we worried about this morning? Dhe për çfarë kemi ne merak? The Bible says in Romans chapter number 8, Bibla thotë e Romakëve 8. and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Dhe ne dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që duan Perëndin, për ata të cilët janë thëritur sipas qëllimit të tij. I don't understand why all this is happening in my life right E unë now. nuk e di, nuk e kuptoj pse të tëra këto po ndodhin në jetën time. Who sustains you? Kush ju mban juve? Is it you or God? A jeni vetë ju apo All Zoti? things work together for good. Të tëra gjërat bashkëveprojnë për mirë, But don't stop there. por mos ndaloni aty. The verse says it's to them that love God. Bibla thotë është për ata që duan Perëndin. Do you know that when there are clouds in the sky, Dhe e dini ju që kur ka re në qiell, the sun is still shining behind them? dielli akoma po lëshon dritë pas reve. Even though you can't see it shining, Edhe pse nuk mund ta shikoni atë dritë, it's still there. është akoma atje. Many times in our life, Dhe shumë herë në jetën tonë we'll wonder why we're going through the things that we're going through. do mendojmë pse kalojmë ato gjëra që po kalojmë, And even though we cannot see God working, dhe edhe pse nuk mund ta shikojmë punën e Zotit, he still is. ai akoma po punon. Nothing slips out of his mighty hand. Dhe asgjë nuk I rishket dorës së tij, Nothing surprises his infinite wisdom. dhe asgjë nuk e vën në befasi mençurinë e tij të pafundshme. You don't have to figure out the answer to why. Dhe nuk keni pse gjeni përgjigjen e pyetjes pse. The same hand that holds the stars in the skies E njëjta dorë që mban yjet në qiell is the same hand that holds your life together. është e njëjta dorë që ju mban jetën tuaj. If you'll think about that for a minute, Dhe nëse mendoni këtë për një moment, you're going to be like Paul. do të jeni si Pali And you're going to shout, oh, the depth
Dhe do vlerisni o thellësia. The same hand that created the skies and the sun and the moon Edhe e njëjta dorë që krijoi qiellin dhe diellin dhe ënën, is the same hand that holds my life together. është e njëjta dorë që e mban jetën time së bashku. It's the same hand that reaches in and helps you through your circumstances. E njëjta dorë që ju edhe zgjatet edhe ju ndihmon në vështirësitë tuaja. So stop sitting there and doing this all the time. Kështu që bollu ulët aty dhe fërkoni duart tërkohën. How will I make it? Si mund ta bëj unë? Why is all this happening? Pse po ndodhet tëra kjo? And start taking both of those hands Dhe filloni të hiqni ato duart and lifting them in the air and giving God all the glory. dhe ngrini në ajër dhe jepni lavdërim Zotit. All things are through Him. Të tëra gjërat janë nëpërmjet Ti. Lastly, Dhe së fundmi, all things are to Him. për të janë të gjitha gjërat. Let's read verse 36 again. Le të lexojmë vargun 36. For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sepse prej Ti dhe nëpërmjet Ti dhe për të janë të gjitha, të cilit I qoftë lavdi për jetë. Amen. I thank God for a good translated word. Falenderoj Zotin për një fjalë të përkthyer kaq mirë. This is wonderful. Kjo është e I'm mrekullueshme. thankful that we have Brother Simon with us this morning. Dhe jam falenderues që kemi vllajin Simon me ne këtë mëngjes. I'm thankful for a good translated word. Falenderues për një fjalë të përkthyer mirë. Here's the end. Kjo është përfundimi. He is the beginning and the end. Ai është fillimi dhe përfundimi. The Lord Jesus is where every river runs to. Zoti Jezus është i vetmi audh ku mbarojnë të tëra liçenet. He's where every road ends. Dhe ai është ku të tëra rrugët mbarojnë All things come out of God. dhe të tëra gjërat vijnë nga Zoti. All things are sustained by God. Të gjitha gjërat janë nëpërmjet Zotit And all things are moving back to God for His everlasting glory. dhe të gjitha gjërat po rikthen prapë te Zoti për lavdinë e Tij të përjetshme. There is no history without an author. Dhe nuk ka asnjë histori pa një autor And the author has written the ending. dhe autori ka shkruar përfundimin And the ending is the glory of God. dhe përfundimi është lavdëria e Zotit. At the name of the author, Dhe në emrin e autorit every knee shall bow. çdo gjuhë do të përulet. The Bible says in Philippians chapter number 2, Bibla thotë në Filipianëve 2, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. prandaj dhe Perëndia e ka lartësuar atë më të lartin dhe I ka dhënë atij një emër që është përmbi çdo emër. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Që në emër të Jezusit çdo gjuhë të përkulet, I gjërave në qiell dhe I gjërave në dhe dhe I gjërave në ndë. At the name of Eddie Rama every knee should bow. Në emrin e Edi Ramës çdo gjuhë duhet të përulet. At the name of Donald Trump every knee should bow. Edhe në emrin e Donald Trumpit çdo gjuhë duhet të përulet. That's not what that verse says. Nuk thot ky varg, There's coming a day real soon do të vijë një ditë shumë shpejt that Eddie Rama, që Edi Rama, even though I hope I get to talk to him one day, edhe shpresoj t'i flas atij një ditë, Donald Trump, edhe Donald Trump every leader that's ever lived, dhe çdo lider që jeton, as high as they think that they are, dhe aq të lartë sa mendojnë që janë, they're not as high as God. nuk janë aq të lartë sa Zoti. And they're going to have to bow their knee Dhe do të përulen në gjuhë and say, holy, holy, holy. dhe do thoni shenjti, shenjti, shenjti. Glory be to God forever. Lavdia e shënt Zotit për He gjithmonë. is the author. Dhe ai është autori. The Bible says that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Dhe Bibla thot dhe çdo gjuhë të rrëfej që Jezus Krishti është Zot, për lavdinë e Perëndisë atë. You can bow now by choice, Dhe mund të përuleni tani me zgjedhje, or one day you will be made to bow. ose një ditë do të bëni që të përuleni. Every dictator, Dhe çdo diktator, every atheist, dhe çdo ateist, every person that's ever mocked God, dhe çdo njeri që është tallur me Zotin, every Christ rejecting person that has ever lived, dhe çdo njeri që ka refuzuar Krishtin, one day will bow. një ditë do të përulet, Every demon in hell will bow. dhe çdo demon në fer do të përulet, Every saved person in heaven will bow. edhe çdo njeri i shpëtuar në parajs do të And përulet, all of it will happen at the name of Jesus Christ. dhe të tëra këto do të ndodhin në emrin e Jezu Krishtit. His name is above every name. Dhe emri I Tij është mbi çdo emër. Why is it every name that every time his name is mentioned, Pse është që çdo herë që përmendet emri I Tij, that people keep their hands where they are?
Njerëzit I mbajnë duart në xhep. Why is it when his name is mentioned, Pse është kur emri I tij përmendet, people yawn and act like they're tired of hearing it? njerëzit hapin gojën dhe bëhen si të lodhur. Don't be like them. Mos u bëni si ata. Don't keep your hands in their places this morning. Mos I mbani duart në xhep këtë mëngjes. Put them in a new place Vini në një vend të ri and make it a familiar place. edhe bëni një vend të njohur, Don't keep your voices at a normal volume. edhe mos e mbani zërin tuaj të ulur, Take your voices to a higher volume. por çoni zërin në një volum më të lartë Make it a familiar volume. dhe bëni një volum të njohur Thank God for his glory. dhe falenderoni Zotin për lavdinë e tij Glory be to his name forever and ever and ever. dhe lavdi të jetë emrit të tij përgjithmonë. It's at the name of Jesus Është në emrin e Jezusit that you were saved. që ju ishit shpëtuar. It's at the name of Jesus that you were made whole. Është në emrin e Jezusit që u bë të plot It's at the name of Jesus dhe është në emër të Jezusit that your family has clothes and you're in your right mind. që familja juaj ka rroba dhe jeni të mirë. It's in the name of Jesus Dhe është në emrin e Jezusit that you're still here që jeni akoma këtu and you're not left to yourself somewhere. dhe nuk jeni me veten tuaj diku tjetër. It's to the name of Jesus Dhe është në emër të Jezusit that your family is saved. që familja juaj është shpëtuar. It's to the name of Jesus Është në emrin e Jezusit that your family was baptized all at one time. që familja juaj u pagzuat të tërë në të njëjtën kohë. It's to the name of Jesus that we have food on our table Në emrin e Jezusit që kemi ushqim në tavolinë and shoes on our feet. edhe këpucë në këmbët tona. It's to the name of Jesus Dhe në emrin e Jezusit that your family that hasn't been saved, që familja juaj që nuk është shpëtuar, it's at his name that they will be saved. është në emrin e tij që do shpëtohen. It's at the name of Jesus that our life is sustained. Që është në emër të Jezusit që jeta jonë është e përmbajtur It's because of për Jesus. shkak të Jezusit, It's through Jesus. nëpërmjet Jezusit And may all the glory be to his precious name. dhe tërë lavdia qoftë emrit të tij të çmuar. There's a day coming Dhe është një kohë që është një ditë që po vjen, when we're not going to have to worry about all these cares of life anymore. kur s'do kemi merak më për këto gjërat e jetës Death will be swallowed up in victory. dhe vdekja do të kollofitet në fitore, Tears will be wiped away forever. edhe lotët do të fshihen përgjithmonë There will be no more curse of sin dhe nuk do të ketë më mallkim të mëkatit and no more death. dhe s'do të ketë më vdekje And in the middle of it all, dhe në mes të gjithave gjërave there will be a great rainbow that surrounds the throne of God. do të jetë një ylbër I madh që e rrethon fronin e Perëndisë And all will be crying out, dhe të tërë do të thërasin glory be to the Lamb of God forever. lavdia I qoftë qengjit të Perëndisë përgjithmonë. And we'll be with them Dhe ne do të jemi me atë if you're saved. nëse jeni të shpëtuar. And we'll cry, holy, holy, holy. Ne do të thërasim I shenjtë, I shenjtë, I shenjtë His servants shall serve him. dhe shpëtorët do t'i shërbejnë atij We will see his face. dhe do të shikojmë fytyrën e Our tij faith will become sight. edhe besimi jon do të bëhet pamje. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 4, Dhe Bibla thotë te 1 Thesalonikave 4, then we which were alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. pastaj ne që jemi gjallë dhe mbetemi do të rëmbemi së bashku me ta në ret për të takuar Zotin në ajër dhe kështu kemi për të qenë përherë me Zotin. I thank God for a good translated word. Falenderoj Zotin për një fjalë të përkthyer mirë. So shall we be ever with him, Edhe ne do të jemi përgjithmonë me atë, to him. me të, Your life has a purpose. dhe jeta juaj ka një qëllim, Your suffering has meaning. edhe vuajtja juaj ka një kuptim, Your obedience matters. dhe bindja juaj ka rëndësi. Why? Pse? Because you were made for him, Sepse u bët për atë redeemed for him, dhe u shpenguat për atë kept for him, dhe u mbajtët për atë. and you are headed home to him if you're saved. Dhe jeni drejt shtëpisë së tij nëse jeni të shpëtuar. Quit living for the applause of men Dhe boll jetuat për duartrokitjen e who will burrave, never be in heaven to clap. kur nuk do të jesh në parajs për të duartrokitur. What is it that you're ashamed of this morning? Çfarë është për atë që ke turp? Don't be ashamed of Jesus. Mos ki turp nga Jezusi Quit chasing things in this life dhe boll kërkuat ato gjërat në jetë that you cannot carry out to the grave with you. që nuk mund t'i marrësh në varr me vete Set your face like a fire dhe vjeni fytyrën tuaj si një zjarr towards the throne of God drejt fronit të Perëndisë and pour out your life on the altar.
edhe derdheni jetën tuaj tek altari of the only one who is worthy of it. për të vetmin atë që e meriton këtë derdhje. To God be the glory. Zotit i qënë lavdia, He is the source which everything flows. dhe ai është burimi nga të cilat të gjitha gjërat vijnë, He is the power by which everything flows. dhe ai është fuqia me të cilën të gjitha gjërat rrjedhin, And He is the goal towards which everything flows. dhe ai është përfundimi në të cilat gjërat rrjedhin drejt. He's the first and the last. Dhe ai është i pari dhe i fundit, He's the beginning and the end. dhe ai është edhe ai është fillimi dhe përfundimi. What can we do this morning Dhe çfarë mund të bëjmë ne këtë mëngjes? other than lift up our voices E vetmja gjë që mund të bëjmë është që të ngrëmë zërin and shout as Paul shouted dhe të thërasim si thëriti Pali and throw our hands in the air dhe të ngrëmë duart tona në ajër and say, to whom is glory forever? dhe të themi që e atij është lavdia për gjithmonë. His glory is not for a moment. Dhe lavdia e tij nuk është për një moment, It's forever. por është për gjithmonë. It's not something until something better comes along, Dhe nuk është diçka që pret aty derisa të vi diçka tjetër më e mirë, because there's nothing better than Jesus. sepse nuk ka asgjë më të mirë se Jezusi. Glory forever and ever and ever. Lavdi për gjithmonë e për gjithmonë. So lift up your head this morning. Kështu që ngriheni kokën sot, Your God still rules and reigns. Zoti jot akoma vë rregulla dhe udhëzon, Your Savior lives. dhe shpëtimtari juaj jeton, Your future is secure. dhe e ardhmja juaj është e sigurt, And your home is waiting. dhe shtëpia juaj po pret. Jesus said Dhe Jezus i tha that if I leave you here, që nëse unë ju lë këtu, I am going to prepare a place for you. unë do t'ju përgatis një vend për ju, And one day soon, dhe një ditë shpejt He's coming back to get us. ai do vi të na marrë neve And we will stand before the throne of God dhe do të qëndrojmë përpara afronit të Perëndis with the one that was redeemed of all of the ages. me atë që është penguar për të tëra moshat, You will cast your crowns at His feet. dhe do t'i idhni kurorat tuaj në këmbët e tij, You'll cry out with a loud voice dhe do të thërisni me një zë të lartë that has never been louder or sweeter. që kur nuk ka qenë më lart ose më ëmbël. To God be the glory. Zotit i qenë lavdia. To God be the glory. Zotit i qenë lavdia. Amen. Let's take time and let's pray this Ne morning. të marrim kohë dhe të lutem.